Situata është kaotike dhe qeveria nuk duhet të presë, duhet të ndërhyjë menjëherë me masa për të amortizuar ndikimin e çmimeve të karburanteve dhe për të zbutur inflacionin dhe rritjen e çmimeve të të gjitha produkteve. Ky është qëndrimi i ekspertëve pas rritjes së fundit të çmimeve të karburanteve nga rregullatori në një mesatare prej pothuajse 9%. Ta cena što влияе на сите останати цени. Бидејќи е импулс во толку многу работи, производство на било кој производ или услуга, транспорт и така натаму, автоматски ги покачува сите цените на сите производи и речиси сите услуги. Тоа значи дека цените ќе растат, a платите не растат. Sipas uzunovit, qeveria duhet të ndërhyjë menjëherë me uljen e akcizës për karburantet dhe TVSH-s për importin e derivateve dhe nëse nuk ka efekte, edhe me kufizimin e marzheve të çmimeve të pakicës dhe ndërhyrje nga rezervat e naftës. Веројатно ќе го ублажат до одреден степен, но битно е да се реагира сега за да не стане ова хаос на пазарот, па после тоа да не може ни со нормални мерки да се решава проблемот, па да треба да имаме драстични мерки на рестрикции, на рестриктивна политика и монетарна и секаква, што ќе не кошта многу повеќе. Situata është alarmante dhe nëse rritja e çmimeve të karburanteve vazhdon, do të ketë rritje të çmimeve të të gjitha produkteve, konfirmon edhe biznesi. Romeo Konstantinov nga Lidhja e Odave Ekonomike në emisionin Biznes 21 tha se ekonomia pas dy krizave ende nuk është stabilizuar për të amortizuar një shok të ri. Сега нема интенција на покачување, сега затоа што стопанските субјекти се уште можат да се носат со ова на краток рок. Доколку во понеделник повторно се покачи цената, тогаш? Тогаш веќе имаме уште недела дена која што е неизвестна пред нас и веќе после таа недела очекувате дека ќе мора цените да се покачуваат на одредените продукти. Blagica Petreski nga Finance Think në Biznes 21 tha se ulëmtimi i tyre tregon se nëse tensionet në linjën e mesme përfundojnë shpejt, efekti i rritjes së çmimeve të naftës mbi nivelin e përgjithshëm të çmimeve tek ne do të jetë i moderuar, efektet do të jenë më të mëdha nëse kriza zgjat. Ajo paralajmëroi gjithashtu se hapësira për veprim të qeverisë është e kufizuar dhe nuk ka mundësi për masa të mëdha ndihme si më parë, si pakot për biznesin dhe qytetarët.